falënderimet i takojnë vetëm Zotit të Madhëshëm. O Zoti i gjithësisë, ty të falenderojmë për çdo mirësi të cilën na ke dhuruar. O Zoti i gjithësisë, ty të falenderojmë për mundësinë e agjerimit në këto ditë të mëdha. O Zoti i gjithësisë, ty të falenderojmë për mundësinë të cilën na ke dhuruar që të agjerojmë. O Zoti i gjithësisë, prej teje kërkojmë ndihmë dhe vetëm prej teje kërkojmë udhëzim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit. Padyshim që muaji i shenjtë i Ramazanit na vije me shumë dhurata dhe shumë mirësi pi anës së Zotit të Madhreshëm. Prej mirësive të Zotit të Madhreshëm që i afrohet besimtarëve është duaja, lutja e besimtarit në përgjithësi. Padyshim që duaja është prej ibadeteve më madhështore të cilat i shfrytëzon besimtari që t'i afrohet Allahut subhanahu wa ta'ala. Por padyshim se duaja, lutja gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit është akoma më e fuqishme, më e vlefshme edhe me dobi jashtëzakonisht shumë të mëdha. Duke nisë nga ajo se agjerimi është një prej veprave më të dashura tek Allahu subhanahu wa ta'ala, për të cilën ka thënë pejgamberi alayhis salam në hadithin kutsi, ku thotë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Më të vërtet çdo vepër e birit të Ademit është për të, përjashtim agjerimit. Agjerimi është për mua dhe unë shpërbrej për të." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: tri kategorisë të njerëzve Allah subhanahu wa ta'ala nuk va refuzon lutjet e tyre. Ndërta ka thonë agjeruesi i cili bën lutjen e tij në kohën e iftarit. Kështu që padyshim se është mundësi e mirë dhe e artë për çdo besimtar dhe besimtare që të shfrytëzojnë momentet e tyre, të shfrytëzojnë agjerimin e tyre, të shfrytëzojnë muajin e shenjtë që të i afrohen Allah subhanahu wa ta'ala me lutje respektivisht në kohën e iftarit, ku padyshim që është momenti, një prej momenteve ku Allah subhanahu wa ta'ala i pranon lutjet e agjeruesve. Zoti i Madhëshëm në Kur'anin famlar ka thënë: "O ju të cilët keni besuar, ju është bërë obligim juve agjerimi ashtu sikur se është bërë popullit të mëhershëm në mënyrë që të jeni të devotshëm." Zoti i Madhëshëm në kapitullin Al-Baqara prej ajetit 183 deri në ajetin 187 ka folur kryesisht për agjerimin dhe dispozitat të cilat flasin rreth agjerimit. Por në mes të këtyre ajeteve, Allah subhanahu wa ta'ala në mes të këtyre ajeteve të cilat flasin për dispozitat e agjerimit, Allah subhanahu wa ta'ala për një moment e ndërpren ato shpjegimin e rregullave të dispozitave të agjerimit dhe i thirr njerëzit me një ajet kuranor ose me një udhëzim ku thotë: "Dhe nëse robërit e mi pyesin për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes së thirstit. Nëse dëshironi që të jeni të udhëzuar, atëherë më luteni mua dhe më besoni mua." Zoti i Madhëreshëm në këtë ajet kuranor tregon rëndësinë e madhe të cilën e ka lutja, e veçanti lidhshmëria të cilën ka të bëjë me agjerimin, respektivisht akoma më shumë të cilën ka të bëjë me lutjen gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, gjë të cilën besimtari duhet të shfrytëzojë këtë dhuratë, këtë mirësi të madhe të Zotit, dhuratë të madhe të cilën ja ka ofruar Zoti i Madhëshëm besimtarëve, që të shfrytëzojnë në çdo moment dhe në çdo kohë lutjet e tyre që t'i afrojnë Allah subhanahu wa ta'ala dhe të jenë besimtar akoma më të fuqishëm duke i kryer obligimet ndaj Zotit të Madhëshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: agjeruesi i ka dy gëzime.
gëzimin kur të bën iftar edhe gëzimin kur të merr shpërblimin para Zotit të Madhëshëm për agjërimin e tij. Si mos të agëzohet agjëruesi kur nesër në ditën e gjykimit, kur do del para Allah subhanahu wa taala, edhe çdo kush do të kërkoj shpëtimin prej edhe një të kërkoj shpëtimin, anën tjetër shpërblimin për anës Allah subhanahu wa taala që të shpërblet për mirësitë e tij, atëherë kur do të vijë dhe të ndëgjohet një zë për të gjithë ata të cilët kanë agjëruar vetëm për hir të Allah subhanahu wa taala, do të dëpërtojnë edhe do të shpërblehen duke hyrë tek dera e xhenetit ar-Rayyan. Kështu që padyshim se agjëruesi ka shumë arsye që të gëzohet dhe të kërkon shpërblimin për anës Allahut subhanahu wa taala, edhe padyshim se momentet më të mira dhe më të duhura që njeriu respektivisht besimtari të kërkon këtë shpërblim para Allah subhanahu wa taala është në kohën e iftarit, duke lutur Allah subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të larta që të shpërblejë me mirësitë dhe shpërblimet për anës e tij subhanahu wa taala.